Mirëmëngjesi nxënës. Dëshiroj me zemër të jeni të gjithë mirë me shëndet, gjithashtu të jeni zgjuar nga gjumi. Sot në lëndën e gjuhës shqipe kemi njohuri letrare me temë përshtatim vargjet në prosë. Rubrika është të shkruarit. Shpesh shumë vepra të shkruara në vargje që kanë karakter tregimtar i gjejmë të përshtatura në prosë. Dhe a dini pse bëhet kjo? Kjo bëhet për qëllime të caktuara, ku në të shumtën e rasteve bëhet përshtatja për mosha më të vogla, e cila synon të lehtësoj rrokjen e fabulës, që ta kenë më të lehtë ta kapin ngjarjen e një poeme nëpërmjet prosës. Në këngën e Ymëragës, të cilën e kemi përvetësuar herën e kaluar, poeti rrëfen në vargje një ngjarje. Prandaj, ajo nuk është e vështirë të përshtatet në prosë. Do ta provoni dhe ju të përshtatni në prosë këngën e Ymëragës. Por para se të punoni, ndiqni disa këshilla. 1. Mos ndryshoni emrat e personazheve. 2. Mos ndryshoni rrjedhjen e ngjarjeve. 3. Nxënës, mos ndryshoni elementet e veçanta që dallojnë një këngë popullore. 4. Ruani figuracionin popullor të këngës. 5. Ruani fjalë të vjetra të cilat sjellin atmosferën e kohës. Është domosdoshme kjo. 6. Ruani veçantitë e fjalëve të dialogut, pasi lidhen me cilësitë e personazheve. 7. Mund të përdorni fjalët tuaja kur është fjala për të mbushur zbrastitë e vargjeve të shkruara. Si për shembull, kishin kaluar disa vjet që Ymëraga qëndronte në burg. Të gjithë, madje dhe rojat e burgut, kënaqeshin me humorin dhe këngët e trimit. Po, një mëngjes, zëri i tij nuk u dëgjua fare. Vetë mbreti u interesua për trimin shqiptar. Lajmëroi rojat ja sjellin dhe e pyeti: "Pse s'ha buk? E pse s'pi verë, o Ymëraga?" Ju pas dysha, do ta plotsoni më tej me shumë kujdes, duke pasur parasysh këshillat që u dhash, këngën e Ymëragës, duke e përshtatur në prosë. Punë të marrë.